Të nderuar shikues, ju përshëndes drejt ose drejti nga stadiumi Niko Dovana i Durrësit, pikërisht në fragneshen Teuta Vllaznia, kategoria superiore, java e 22. Kam këtu pranë kolegun tim të minjor, Ervin Baku, i cili është gazetar në Radio Tirana, por edhe kryetari i shoqatës gazetarëve sportiv profesionistë në Shqipëri. Ervin, një sfidë që pritet me interes, shikojmë edhe ka një interesim jo të vogël nga tifozeria durrësake, por të shumë dhe ato nga Shkodra. Patjetër, gratë është ndeshja, një ndër dy ndeshje që mbyllin javën e 22 kampionatit Abistet Superior, një kampionat shumë i luftuar, dhe këtu është një sfidë shumë e rëndësishme sepse Teuta është forcuar shumë dhe Vllaznia e Shkodrës vjen si kryesuese e kampionatit kombëtar shqiptar të futbollit. Duhet pranojmë ka një rritje të lojës së Vllaznisë. Patjetër. Ndërkohë që tek Teuta ka paksa oscilacione javën e fundit. Dgjoj, pak kush besonte që mbas atij fillimi shumë të mirë Vllaznia pati një periudhë jo. Unë kam deklaruar përpara se në ndryshim nga tjerë unë flas përpara, jo mbrapa. Thash që ka pas periudhën jo dhe tash do ketë periudhën po. Ashtu atë që ka Dinamo sot e ka periudhën jo, e ka pas periudhën po. Kështu që sot Vllaznia edhe me, domethënë, ju rikthyen gjithë ato mungesat që kishte, sot është përforcuar me një futbollist që për mua është ndër më të mirët e kategorisë superiore, Kevin Dodaj, që vjen nga një Huazim që është nga Sofia Bullgari, që do të bëj, për mua është një fat shumë i madh për Vllaznin, kështu që unë mendoj që është një sfidë shumë e luftuar. Dhe tekniku Martin Minjer ka rreshtuar tek formacioni i Vllaznis, tek pankina. Po. Nuk është nga minuta e parë, por pritet. Po normal, patjetër. Pritet të futet, domethënë ose mendon se mund të jetë minuta të Dodaj? Po, patjetër. Dgjoj, Kevin Dodaj është nga ato të rinj që, domethënë, unë kam thënë që rregulli më i keq që ka adoptuar Federata Shqiptare e Futbollit është të huajt pa limit. Jo, të huaj duhet jenë me limit, biles duhet jenë sa më pak tjetë e mundur. Duhet jepet dora futbollistëve shqiptar. Kevin Dodaj, Dela e tjerë, gjithë to. E kupton? Sepse ne kemi shumë më të mirë. Pse para 90-s kishim sport dhe futboll, sot themi, jo, të huajt atje, i marrin të huajt për një çap buk edhe jo, të rinë tu, të jepet dora. Ervin, Vllaznia kryesuese dhe Teuta që pretendon të kap 4 finaliste. Po. Si e parashikon rezultatin? Është një ndeshje që i ka 3 rezultatet brenda. Teuta me prezitencën e re është forcuar shumë, ka ambicie. Trajneri Dobi ka marrë në dorë një ekip që ka një vizion afatgjatë. Mua më vjen mirë kur një president i beson një trajneri për shumë vite. Nga ana tjetër flash, Vllaznia vjen si kryesuese, për mua është një ndeshje që i ka të 3 rezultatet. Dhe sfundi sapo ktheheni nga Kina, keni qenë në një aktivitet ndërkombëtar për gazetarët sportiv, keni përfaqësuar Shqipërinë. Diçka shkurtimisht për këtë përvojë. Ne ishim 13 gazetarë nga gjithë bota, ishte një briefing botror për lojrat aziatike që do të zhvillohen në muajin prill. Këto janë shkëmbime kulturash, ura mes popujve, mes kulturave e tjerë. Ishim me Ervin Bakun, jemi live, tifozeria kalon. Ervin Baku, gazetar i minjor sportiv, kryetar i gazetarëve sportiv të Shqipërisë, sa po shtyre nga Kina, nga një aktivitet shumë i rëndësishëm, dha një opinion për fragneshen Teuta Vllaznia. Faleminderit. Që me shifra, sipas zakonit të këtyre lidhjeve, të Veriu Sport, me shifra si e Po jo, mos ma lej këtë përgjithësi, për mua i ka 3 rezultatet. Zemra ime e di ku është, kështu që kam për vete. Pra të nërra shikues, kjo është lidhja e parë dhe për drejt nga tribuna qendrore e stadiumit Niko Dovana të Durrësit. Do të përfishim të jemi së bashku përsëri edhe në pushim të ndeshjes dhe në fund të saj.